Sa që se di, do me thënë, le ta shpjegoj miri se jam polios ta di dhe unë, po të filloj dhe unë me të parë. Ideja jonë ishte në... Ideja e Angelo, se si fillim dhe pastaj jure ti. Gjo, unë kam shumë të rëndësishme, këtë bisedën ta bëjmë me tonet qeta, jo sepse unë po du tani t'ju përballë, po sepse unë një sekondë. Jo, unë i thash hajde po sepse unë kam super shumë konsiderat për ty dhe super shumë konsiderat për Mirin, të dy në pozicione të ndryshme. Edhe ta kam thënë disa herë që për mua ky nominimi nuk ka lidhje fare se jemi në nominim, është tjetër gjë. Unë thjesht e kam dëgjuar idenë e Mirit, idenë e Angelos. Jo idenë time, jo, idenë e juaj, se erdhët ju ta unë, nuk kam marrë unë të ju. Jo, e ke gabim. Angelo! Prit. Dale më ta sëroj mirë bashkë. Jo, më s'kam të sëroj. Shiko, hajde më nuk të se marim edhe Angelo më pastaj prapë. Kështu se një do ti mu. Që vlla tha Angelo, po më vjen keq, duhet të bëjmë në një... Po, ta kam thënë dhe unë. Duhet të bëjmë në një kurban. Ta kam thënë unë, e para, ta kam thënë unë. Fizio kështu. Edhe unë, do me thënë, kam qenë ai që kam thënë që më mirë ti përballemi gjatë deri në fund si të jetë, po jo se si kam dëgjuar mendimet dhe gjërat, dhe bashkë kemi bërë atë bisedën dhe përgjigj. Atë natë atje, që vetëm të kam dëgjuar, që më thoje, jo, e ke mendjen të sfidat, e ke mendjen të mbash të lumbacen, ndërkohë që mund të bëjmë gjëra të tjera, shikoj ku është ajo, shikoj çfarë po ndodh atë. Çfarë? Ha, mos i ke thënë. Po fillon më bëhet nga fillimi herë, te Angelo, që erdhët në bot propozimin. Propozimin nuk e di se ta ka bërë Angelo ty. Atëherë të marrim Angelo. Merë Angelon. Ty po mund të ta ketë bërë propozimin Angelo ty, po jo unë ty. Unë ty nuk të kam kërkuar. Po mund të ketë ardhur Angelo ty sepse ka pasur Angelo idetë e veta. Po jo nëpërmjet meje. Po sepse Angelo ka dashur Angelo ka dashur të më mbrojë mua sepse më shikon si person të rëndësishëm që do të më mbaj këtu. Po u futet në lojë ti si pyk në ato momente, sepse ju ja kish hallin e kësaj. Dhe ti po të doje të mbroje këta kishe zgjidhje të tjera. Ti ke zgjidhje të tjera. Unë jam i poshtër, po hajde më përballu, çojmë bisedën në fund këtore, leri njerëzit, se pas Angelos do marrim edhe ndonjë tjetër pastaj. Po ky je ti, vetëm ju ikën bisedave dhe ju shmangesh. Angelo, jo, se po të donte të shpëtonte, po me këtë bësh bisedë të shejt, me njerëz që shmangen edhe s'të shikojnë në sy. Pikërisht pra, ideja është mos me ndez që të qarohen. Prandaj është, me tonet të qeta, që të qarohen. Kjo është ideja. Vetëm mos folshu kaq. Mund